Shpresojmë që jeni duke qëndruar me ekranin e televizionit të UTA dhe me programin maraton kushtuar kësaj feste të Kurban Bajramit. Sot në këtë ditë të bekuar të Kurban Bajramit kemi nderin dhe kënaqësinë që në këtë studio të kemi të ftuar Hoxhën Isa Aloshi për të bashkëbiseduar për rëndësinë e kësaj feste. Përshëndetje dhe mirë se erdhë dhe gëzuar edhe një herë festën e Kurban Bajramit. Faleminderit për ftesën. Elhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'd. Falënderimi qoftë Allahut vetëm, salavatet dhe selamet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, shokët, familjen e tij të nashme dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Edhe juve gjithashtu me gëzime festa Kurban Bajramit. Faleminderit, është kënaqësi gjithmonë që ne t'ju kemi në studio, kemi pasur edhe shumë herë tjera intervista së bashku për të marrë dije nga ju për Islamin dhe fen ton të pastërt. Na tregoni pak për rëndësinë, ashtu siç cekëm edhe gjatë gjithë këtij emisioni, por çdo kush e tregon në formën e vet dhe patjetër është interesante që ta dëgjojmë sot në këtë ditë feste. Na tregoni për rëndësinë e Kurban Bajramit dhe si është duke u festuar ndër vite. Kanë mbetur traditat e njëjta? Po thuaj se traditat vazhdojnë. Festa Kurban Bajramit përndryshe quhet edhe festa e Haxhi Bajramit ose Kurban Bajramit, por që ka nuk është vetëm çështja e gjusë popullore, por ka të bëjë me kohën e haxhit, ku haxhit në këto momente domthon kryejnë haxhin. Të dy domthon këta evente, qoftë kryerja e haxhit, qoftë prerja e kurbanit, i japin rëndësinë e veçantë festës së Kurban Bajramit. Nëse marrim ka aspekti ta quajmë Kurban Bajrami, atëherë ka të bëjë me kurbanin. Dhe kështu për ta kuptuar pak a shumë duhet të kthehemi në historikun e kurbanit. Nëse marrim nga kaluara, historiku i kurbanit është aq i lashtë sa dhe historia e njerëzimit, domthonjë që me njeriu në parë, me Ademin alayhis salam, kur Allahu Azza wa Jall i fali 2 djemë dhe 2 vajza dhe urdhnoi Allahu Azza wa Jall që pasi që ata lindin binok. Domthonjë 2 djemt ishin Kabili Habili, ndërsa 2 vajzat Demimja dhe Vedia. Tash, Allahu Azza wa Jall urdhnon që mos të martohet me atë që ka lind, me atë motër që ka lind, por me tjetrën. Allahu Azza wa Jall na jep mësime që në fillimin e njerëzimit, domthonjë xhelozia ka qenë qysh atëherën, ose të mos e ndëgjosh urdhnin e dikujt që të jep, ka qenë edhe qysh atëherën. Vetit e njeriu të mirë kanë qenë që atëherë, por edhe vetit e njeriu të keq kanë qenë edhe qysh atëherën. Dhe Allahu Azza wa Jall urdhnon Ademin alayhis salam që t'i urdhnoi djemtë vet të presin nga një kurban, atij që të i pranohet kurbani, ai domthon do shkoj sipas aty në parimeve që i porositë baba i vet Ademi alayhis salam. Në këtë rast Habilit i pranohet kurbani, Kabilit nuk i pranohet kurbani. Çdo rast që ka ndodhur në historinë islame është mësim deri në ditën e Kiametit, nuk vlen vetëm atëherën. Sikur po thot Allahu Azza wa Jall se të gjithë besimtarët tash për Bajram si kusht primar kanë që me prej kurbanin, por edhe kanë qef që kurbani me keni pranuar. Sikur po na thot Allahu Azza wa Jall, nuk mjafton prerja e kurbanit, por esenca është që të jetë i pranuar te Allahu Azza wa Jall. Se kurbanin e preu dhe Kabili, por nuk i pranoi. Dhe mund të presh kurban nuk vlerësohet me kilogram të sa ka, se sa është i madh kurbani, se sa ka kushtu kurbani, por sa është njëti i pastër. Këtu vetëm edhe deshta të ndalem të vetë akti i kurbanit. Çka simbolizon tamam akti i kurbanit edhe si mundemi ne që ta kuptojmë këtë simbolikën për ditëshmërinë tonë? Po që, nuk e përfundova me historikun, ka të bëjë dhe me Ibrahimin alayhis salam, edhe do dalë në finalen asaj që kuptohet më mirë. Pra, ky ishte rasti i parë me Ademin alayhis salam. Kanë prerë kurban edhe pejgamber të tjerë, Musa alayhis salam, po do kaloj te Ibrahimi alayhis salam se na lidhen pak a shumë më tepër. Se domthon Muhamedi alayhis salam ishte pasardhës Ibrahimit alayhis salam. Tash Ibrahimi alayhis salam njihet si pejgamberi si shot Muhamedi alayhis salam kur ishte në Isra Miraj, takoi Ibrahimin alayhis salam, ma tha Allahu Azza wa Jall se atë kam ofruar për vetes se është Halilullah, është mik i jemi sepse ishte mik pretës. Këtë veti kishte Ibrahimi alayhis salam. Sikur po thot Allahu Azza wa Jall, nuk mjafton të jesh besimtar, por duhet të jesh edhe Halilullah, edhe mik i Allahut. Dordhanës, ashtu siç ishte Ibrahimi alayhis salam. Por
thash, edhe aty ka pas njerëz të cilët kanë ngacmu dhe dikush nga ato të cilët shfrytëzonin mirësitë e Ibrahimit alayhis salam që kishte dhënë Allahu azza wa jall, i thotë se ti e ke lehtë me dhënë se nuk ke pasardhës dhe nuk ke kuj mjalon. Kjo avret ka ona shpirtënore Ibrahimin alayhis salam dhe çka thot, edhe sikur ta kisha një djalë, ma kishte dhënë Allahu azza wa jall, edhe atë do e bojsha kurban. Pra, në bazë të kësaj ngjarjeje, njeriu ka obligim gjatë festës së Kurban Bajramit të pres kurban, se përndryshe edhe kur preket ndonjëherë siç i shpreh Ibrahimi alayhis salam, është mirë të flijojë një kurban dhe të shpendojë atë kurban, ose kur i ndodhe një fatkeqësi, ose kur ka një gëzim edhe një lumturi. Domthonë, kurbani simbolizon flijem, por në njëjtën kohë mishi shërbehet për të gëzuar të tjerët. Domthonë që tjenë edhe tjetë të gëzuar për një ngjarje të veçantë. Qoftë ajo domthonë për mirë ose në këtë rast kur dikush dikën e preken aty që të shtoj sabrin, ai flijon kurbanin ashtu domthonë siç kanë flijuar pejgambert e mëhershëm. Por nuk përfundon ngjarja me to. Ibrahimi alayhis salam fiton pasardhës, Allahu azza wa jall e gëzon me një djalë, me Ismailin alayhis salam, por Allahu azza wa jall tash i thot Ibrahim në gjumë i paraqitet në amër premtimin që e ke dhënë, sikur ta kisha një djalë edhe do e flijoja për kurban. Me këtë ngjarje nuk ka të bëj se nuk e ka caktuar Allahu azza wa jall që flijohet njeriu për atë çështje, se në një ajet prej ajeteve të Kuranit thot Allahu azza wa jall, as mishi, as gjaku nuk shkojnë te Allahu, por bindjen e Allahut dhe frikën e Allahut azza wa jall. Dhe në këtë rast nuk kishte nevojë Allahu azza wa jall krijesën të cilën e kalon si me kamës në tokë që të flijohet në vend të kurbanit, por deshti me provu se sa ishte i sinqert ndaj premtimit që ka dhënë. Me premin e kurbanit na duhet ta vëdijsojmë veten se sa jemi në gjendje të marrim premtimet. El va'du daynun, ish veti e një besimtari të vërtetë, të devotshëm, ta mbaj premtimin që jep. Por nuk mjafton të falet njeriu dhe mos jeti fjalës. Kjo e ulen, kjo e qetë si person i cili nuk e din se për shkaj ka obligimet. Obligimet janë të raport për Allahut azza wa jall. I pa besë, me një fjalë. Me një fjalë i pa besë, ashtu, shumë e vërtetë. E dim që kohëve të fundit, patjetër, shumica e kryejnë, nëse mund të them kështu, ritualin therjen e kurbanit, por disa të tjerë japin ndoshta edhe para familjeve që janë edhe në nevojë dhe nuk i kanë shumë mirë kushtet financiare. Si e shpjegoni këtë fakt? Kurbani nuk e zëvendëson asgjë. Domthonë sadakaja është diçka tjetër, ndërsa kurbani është i caktuar, domthonë për kurban. Pra edhe sikur vlera që jep në vlerë të kurbanit të jetë disa herë më madhe se sa vlera që flijohet kurbani, ajo nuk e zëvendëson asnjëherë kurbanin. Kurbani duhet të prehet, domthonë ky është urdhën nga ona Allahut azza wa jall. Pra sadakaja është ndame, është çështje tjetër, ndërsa kurbani është diçka e veçantë edhe ka obligim çdo familje që ta pres kurban nëse ka kushtet që t'i kaloj të rritit dhe bajramit, ma të pare që mos taloj familjen keq dhe të ketë paret për blemjen e kurbanit mrena asaj kohë. Cili është roli i solidaritetit në këtë fest? Si duhemi të jemi më solidar dhe të devotshëm ndoshta në shumë forma? Qyre, Allahu azza wa jall na mëson në këtë mënyrë, edhe thotë se java ka festën javore. Bajrami javori është xhumaja. Dita më e zgjedhur në javës është dita e xhumë, këtë thotë Allahu azza wa jall nëpërmjet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa festat vjetore, Allahu azza wa jall ne ka caktuar dy bajramet. Bajrami i madh vjen më një herë pas sakrificës që bën njeriu, domthonë një agjerim 30 ditor, një muaj dhe në ptesën e fundit në ditën e bajramit, sa i shpastruaj mrena Ramazanit. Pra, bajrami një farë mënyre, aqë sa është gëzim, ishte edhe test. Teston Allahu azza wa jall se ku je sprovu me imanin tënd. Domthonë sa ka mrit ibadeti me bë punë te njeriu. Nuk ishte vetëm me hangër edhe me pi dhe me dalë me shetit. Jo. Sa je i sinqert ndaj njerëzve. Dhe për na thot Allahu azza wa jall në mënyrë indirekte, në bazë saj se për 7 ditë e bajramit, domthonë për dy bajrama, bajrami i madh 3 ditë dhe i vogël 4 ditë,
Po thot Allahu Azza wa Jall, nëse mundi me kenë i mirë për to 7 ditë, a mund ta kalosh edhe pjesën tjetër, 358 ditë, ti je gjithmonë mirë me njerëzit. Dhe vetë si krijes ta quaj ashtu të dop njeriu, domthonjë që është para Allahut Azza wa Jall, Allahu Azza wa Jall nëpërmjet tyne munduhet ta forcoj, domthonjë ta bi tamam në nivelin që është njeri, se sfidat e jetës e bojnë që njeriu domthonjë ka njëherë me dal binarëve të cilët ne ka ashtu për te atyne binarëve. Kështu që festat e Bajramit janë test për mirë. Edhe Allahu Azza wa Jall thotë se nëpërmjet tyne festave, ashtu siç mund të jeni mirë me dajen, me axhen, me tezën, me hallën, me farefisin, me kushrejt, me njerëz në përgjithësi, nuk mjaftojnë vetëm 2 Bajramet, jo duhet të jeni edhe kohën tjetër. Por Bajrami ka veçantinë vet se njeriu nëse ka mrit për ata ditë. Nëse njeriu ka mrit në mjet Bajramave me kenë keq më dike. Dhe për Bajram të shkojnë. Dhe për Bajram nuk ishte në gjendje ta mys, domethënë atë mllefin brenda shpirtit të tij dhe thotë se përderisa Muhamedi alayhis salam bonte një lutje dhe i thotë Allahut Azza wa Jall, o Zot, ti je falës, e don faljen me fal mua. Dhe robi duhet t'i drejtohet me to fjalë në natën e Bajramit Allahut Azza wa Jall, o Zot, me fjalët e Muhamedit alayhis salam, ti ai që e don faljen, me fal mua. Por nëse i kërkon për vete me të falë, ti duhet me kenë gjendje me falë dike. Se nëse njeriu nuk është në gjendje me falë dike, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos ta presin faljen pjancë Allahut Azza wa Jall. Tregohet një rast me lidhje me këtë çështje, thot Muhamedi alayhis salam, në natën e Miraxhit, kur isha në Miraxh në qiell, Allahu Azza wa Jall ma tregoi në ditën e Mahsherit se si ka mi bë sual njerëzit, se si ka mi vun peshoje punët e njerëzve edhe mi pyet. Edhe ishte tha një person ku punët e tija kishin met në peshoje, as ka mira, as ka e keqja. Nuk ishte punë mira aq sa me kalu në xhenet. Dhe i thot Allahu Azza wa Jall, ke një mundësi. Nëse ja fal gabimet që ti ka bën një vllaujat, ti ke mundësi me shku në xhenet. Edhe çka, edhe dera atje kish me të mllëfi, tha, nuk mund t'ja fali. Nuk e fali. Atëri tha Allahu Azza wa Jall, okej, ja hapi pamjen e xhenetit, ta qyre një herën, se si është xheneti, atëherë tregam. Kur e pa xhenetin, tha, ja Rabbil Alamin, jo veç atij, po gjithëve që më kanë bën pa drejtësi, u afali. Tash në këtë moment, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot mungesë në etikën e një besimtari i cili nuk don me fal dike, ishte ajo se nuk e njeh mirë xhenetin, se ka lexuar mirë mbrana rreshtave xhenetin, se nëse beson bindshëm në shpërblimin e Allahut Azza wa Jall dhe në të mirat e botës tjetër, atëherë ai bën lutjen cilën e ka bën një prej ashre mubashara, një prej 10 të atyre të cilët ishin të begëzuar me xhenet gjatë kohës Muhamedit alayhis salam, ku Muhamedi alayhis salam i tha, tregoj shokëve për çka Zoti ka zgjedh në mesin e gjithëve që ti je i garantuar me xhenet, dhe dini çfarë tha ai? Tha, të gjithë të janë më të mirëson. Tha, kesh vetia e parë, kur njeriu nuk është e vetin superior, por në mesin e tjetër. Je i mirë, po por edhe tjerët janë të mirë. Domthonë, nëse e ke këtë veti, radhitej në kategorinë njerëzve më të mirë, më zgjellën të Allahut Azza wa Jall. Dhe e dyta, tha, një lutje që e bën para se mëra me fjet, tha. Po tha, ja Resulullah, o pejgamberi i Zotit. Çdo natë kur shkoj për të fjet, i lutem Allahut Azza wa Jall, ja Rabbil Alamin, po të dorëzoj shpirtin me shpresë që të na kthesh në mëngjes. Jam i bindur për xheljen e Allahut Azza wa Jall, por tham edhe të gjithë ata që kanë bërë padrejtësi, më lira prej asaj, mas flaj me një kasavet si më ja kthy me të keqe, por janë falën primet, janë falën në sekond, në moment. Por në moment njeriu kur falen, përveç që ish gradë nalte e imanit, dhe është besimtari i mirë, aty është një diçka tjetër, e ruan zemrën e vet. Se është smundja e shpirtit. Ai atë moment organet nuk janë në rregull, qoftë zemra, qoftë edhe organet e tjera, domthon shqetësohen për asaj
Kur njeriu nuk është mirë me dikë, vetës. shkatrim i vetes me mlefin se si t'ja kthejnë të keqen. Dhe çfarë na thot Allahu Azza wa Jall, është mirë për trupin e juaj, por edhe për shpirtin e juaj. Rune trupin e juaj, por rune edhe shpirtin e juaj, duke ja bë halal dikujt, se ai vedisohet, domthonë në momentin që të bën padrejsi dhe ti ja kthen më të mirë, nalet do thotë diçka, s'është në rregull me mua, se s'ishte mujtën me kanë, domethënë diçka tillë. Pra vlen të cekët që këto festat islame janë një formë, le të themi, për t'i bashkuar, për t'i forcuar lidhjet miqësore dhe ato familjare. Patjetër, për ta kuptuar pak më mirë, unë do ta lidhsha edhe me pjesën e asaj që Kurban Bajrami quhet edhe Kurban Bajram edhe Haxhi Bajram. Në këto momente, domethënë haxhit janë qabe dhe shpresojmë që Zoti t'ja pranoj. Amin, gjithë ja Rabbi. Ajo është lutja domthonë e gjithë neve për ta. Të janë në një vend të bekum ku janë ambasadorët e vendit tonë, luten për ne, luten për vendin tonë, luten për qetësi, për miqënie, për barazi, që munal padrejtësia, jo vetëm vendin tonë, por edhe në vende tjera ku e shohim dita ditës domosdoshmë që bëhen padrejtësi në syrin e gjithë botës. Por ajo që do kisha të cek është kështu, që ata të cilët janë në haxh dhe këto të cilët nuk janë në haxh, ka një diçka të përbashkë, se nuk e kojnë veç ata Bajramin e kena dhe na. Dhe çka veprime që i bojnë ata, na duhet i marrim ka ana imagjinare. Dhe ta përjetojmë veten sikur të ishim atje, se kojnë bëjnë me kurbanin tonë. Në natën e Arafatit, në natën e Bajramit, Që ishte dje patjetër. Po, ata rrinë të gjithë para Allahut Azza wa Jall në një fush, në atë vend ku Allahu Azza wa Jall e zbriti Ademin alayhis salam për herë të parë. Dhe të veshun me dy qefin, me dy çarshaf të bardhë. Ashtu si që ka edhe tash traditë të bëhet Patjetër, ajo nuk është vetëm traditë, domthonë është obligim. Është kusht i parë i haxhit. Dhe çka, sikur po i them Allahut Azza wa Jall, erdhem pa asgjë në këtë botë dhe kështu do largohen nga kjo botë. Domthonë në atë moment, si mreti, si presidenti, si njeriu që me mzika apo parë me shku në haxh, është me ata dy tesha dhe të ju lut Allahut Azza wa Jall. Të gjithë janë të barabartë. Tjetër, aty njeriu e sheh vetin sa i vogël është, sepse e sheh vetin në mënyrë direkte për Allahut Azza wa Jall. Dhe e sheh vetin në momentin e fundit. Nuk e kujton më lindjen, se ajo është edhe lindje edhe vdekje, por tash kujdon ato qefinat me të cilën kam i vesh për momentin e fundit. Sikur po i thot vetes se kjo jetë është shumë e shkurt, sa do e gjatë që t'jetë për ne, ka një mbarim, dhe ajo që do marrim prag të vdekjes. Patjetër, dhe ajo që do marrim me vete, janë vetëm punët e mira. Dhe hadithët e pejgamberit alayhis salam që aludojnë atë se haxhiu i cili kthehet me haxh të pranuar është si ai i cili ka lind për nanës vet, i falur nga gjunahet, aludon në sinqeritet, sepse nëse nuk është i sinqert me lutjet e tija para Allahut Azza wa Jall, mund kryej edhe 100 haxhe, por ata nuk janë të pranuar nëse nuk është i sinqert me Allahun Azza wa Jall. Ndoshta nuk më të tepër ta them një rast nga një person që e ka dalluar historia islame. Bëhet fjalë për Malik ibn Dinarin, i cili gjatë kohës kur kreu haxhin, boni një lutje Allahut Azza wa Jall, tha ja Rabbil Alamin, sikur të ma jepshe mundësinë, në këto haxhi se u knaq se shumë njerëz po bonin haxhin, sikur të ma jepshe mundësinë se nga kjo na marrim dy mësime, nga kjo ngjarje që po tham. Pa. Sikur të ma jepshe mundësinë që ta di se ku ja ke pranuar haxhin dhe ku s'ja ke pranuar haxhin. Jo lut Allahut Azza wa Jall. Por pasi që ra me pushu, i ardhë në gjumë, tha një personit me emnin Muhammed ibn Harun, Allahu Azza wa Jall nuk ja ka pranuar haxhin. Tha kërkoj atë person dhe shkathuj, tregoje që Zoti s'ta ka pranuar haxhin. Edhe i tregoj vendin se për cilit vend është. Kur u zgju, i ra pishman fjalës parë që tha, me kenë me ditë që mu desh kja pun, tash kam obligim për janë Allahut Azza wa Jall, por mas sa kove e gjeti atë person, para se me ataku atë person, njëherë takoj njerëzit rreth tij dhe i pyeti si është ky person. Ata i thotin shumë i mirë, shumë i devotshëm. Gjithçka që ka nep, bile na dhimbet se e ka një në dorë të kputun dhe me një dorë mundohet këtë punë të mi bë, domthonë edhe sakat. Edhe shumë i devotshëm, çdo vjet shkan haxh, i lumi ai.
kur dhe ndëgjaj këtë fjalë prej bashkëventasve të ati, pak u bo pishman, tha, mas ka ken anëra për shejtanit, por gjithsesi tentoj që me ataku. Kur e takoj, tha, unë kam pa një anër, po më vjen keq me ta spjegu, tha, thuje, tha, o Malik, tha, se aja ka me kene vërtet. Po si me ta thonë, e kam pa shumë keq. Ashtu si e ki pa, ashtu kemi ma thonë. Tha, kam pa nëndhën se nuk të ka pranu Allahu Azza wa Jall haqin. Ja nisi me qajt me një herën. Tha, a din të tha se kjo është hera 40 që shkajnë haq. Dhe çdo vjet Zoti e çan ka një person, me më kallëzu që Zoti s'ma ka pranu haqin. Unë kam ken si mjet je vanu pak, unë kam ken ma atë shpresën se ma ka pranu Allahu Azza wa Jall, por nuk ma ka pas pranu Allah. Atëherë pyetën, kjo tha, jam kurios ti, a pa në më të regu, tha se qa ka kena i gjunahi mas që Zotit ka shnyt. Dhe i të regoj se unë kam kena, thaj, shumë i pasjallshëm, kur am kena i ri, por në një familje shumë besimtare. Dhe në natën e Ramazanit, nona më lotë dhe më tha, a ban me e lonë pijen se ish marrë për gjithë neve, na gjithë jena, dhe më thonë, tu i adhuru Allahun Azza wa Jall, tu i agjeru, tu i falë namaz, e ti djali jonë, jem njërë pasjash me kjardh i pijon, i dejon, në natë Ramazanit, unë tha shtyna. E shtyna tha nanën, ajo ranë zjarëm, o dojqë tha nana, vdiq nana, po unë zdia se isha halanën efektin e alkoholit, kur më dur tha, pia, ato e kishin vëdhu nanën. A që jam po tha pishman, sa që ma dorë që e kam shty, e kam pretha me dorën teme, që mas me kenë mo pjesë e jamja. Jam lutë Zotit me ma falat gjinatha, por gjinahi është aqe i math, sa që Zotit s'ka me ma falë asë një herën. Dhe që i thot, Malik ibn Dinari, asë mos prit se ka me ta falë Zotit e herën. Dhe ky, edhe ma tepër i bëhat keq mas kësaj përgjigje, larguat Malik ibn Dinari, nalët me pushu, kotët e zënë gjumi, i vjen Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem gjumi, thot, ja Malik, kur ta ka vonë Zoti atë drejt që njerëzve të thush se s'ka me ta falë Zoti kohët? A din se aja është në dorën e Allahut Azza wa Jall, ki bo një prej gjinaheve shumë të mëdhaja, por kthe edhe thuj atij personit se në këtë moment Zoti ta ka falë gjina. Edhe pse gjinahi ishte shumë i madh, u deshën 40 vjet lutjen e Allahut Azza wa Jall, por tash ja ka falë Allahu Azza wa Jall. Kthehet ky edhe i tregon në atë moment tu ju falendëru Allahun Azza wa Jall me kryen sejdë në shpirt. Dhe xhenazën e ka falë ky person, Malik ibn Dinari, Muhammedit, ti djalit i cili kishte bërë këtë krim. Dëmsime që i kena për kësaj, që ta përfundoj këtë pjesë, janë se ti bash pa drejtësi dikuj na është një prej gjinaheve të mëdhaj, dhe mon nuk falet e jam me një herën. Aq ma tepër kur është nana, por gjithve, e ki hi dikuj në hak, mos i thuj Zotit në falë, duhet ati mi kërku halal, që ja ke bo pa drejtësin. Dhe në ndë, njerëzit nuk bënë me kënë paraqikus. Zotit din ke falen edhe kënë nuk falen. Njeri duhet mi dhonë optimizm dikuj edhe mi dhonë shpres që ai tjetë ka lutja, ti drejtohet Allahut të kthehet ka mira, por as një herën të jetë dëshprus edhe tjetë, domthon, pa shpresë se Zoti ka mja falë dhe herën. Shumë e vërtet. Nëse domthon mund të vazhdoj, dauna e haxhit kishte cekë edhe një diçka. Se i gjithë haxhi është mësim, nëse ajo bëhet vetëm formalitet dhe nuk dim esencën, nëse kena marrë bazën dhe themelin, na nuk dim për çka festojmë, domthon ditën e Bajramit. Njeriu duhet të përjetoj, domthon të përkujtoj dhe të emitoj në veten e vet. Domthon ta përjetoj veten sikur të ishte në atë vend. Nëse marrim tash haxhit mos i kryen Arafatin nisën domthon në vendet tjera të shenjta, si Muzdalife, Mina, gjujtja shejtanit, nuk ka të bëjë mes shejtanin aty, por të mes egon, shejtanin në veten e vet, atë që Ismaili e gjujti me gur, ne duhet ta gjujmë vet, domthon fjalët tona të këqija, të gjujmë me gur në mënyrë simbolike, jo me gur, por domthon të mysim të keqen në shpirtin ton. Por ajo që do kisha dash me atë që është shumë domethënëse për ne, se njeriu nëse nuk beson në riskun e Allahut Azza wa Jall, ish prej besimtarëve të dopt, mund ta quaj kështu.
njeriu duhet me ditë një diçka që na ka thonë Zoti shëndetën, punojmë, veprojmë, por pa dashur Allahu Azza wa Jall ne s'mund me marr asgjë. Nëse s'kena mrit ta besojmë domthonë në këtë mënyrë, pa kaderin e Allahut Azza wa Jall nuk mund asgjë me përfitu. Ibrahimi a.s. gruan e vet Haxherën, kur u detyru me e largu nga shtëpia, se hin konflikt me gruan e parë, me Sarën, dhe e largoi Haxherën bashkë me Ismailin. Qabe ishte e rënuar atëherë. Mund kishin kalu vite që në Ademin a.s. se qabja e shtëpia parë e ndërtuar me sipërfaqen e tokës, që ishte ndërtuar nëpërmjet me lajkeve, me zbritjen e Ademit a.s. Thot një hadith pejgamberi al-Islam, dhe mes Qabes dhe Aksas, domthonë mas 40 ditëve me lajket kanë ndërtuar edhe Mesxhidul Aksa. Por ajo që do e lidhe këtu me rrezikun, me çështjen e besimit, paramendoje, e largon Haxherën me Ismailin në një vend të shkret. As kur gjë s'kishte në Mekë, në atë vend afër Qabes. Kur gjë, hiç absolutisht. Shkretin total, aty s'ka as bar, as një ferr me dash mofer. Domthonë aq është e pa imagjinueshme se na jena sutu me klim tjetër. Ai është pa në atë vend, pa kënd vet, domthonë vetëm se imagjinon me fjalët e dikujt apo e pa besueshme. Çai thot Haxheria, burrit vet Ibrahimit. Thot o Ibrahim, a din ku jetu i na lan? As kena bukë, s'kena ujë, s'kena kur gjë. A jetu i na lan ti vet apo Zoti ka urdhëruar? Çai thot Ibrahimi alayhis salam, tha ja Zoti më ka urdhëruar. E nëse ka urdhëruar Zoti, ec tashti. Se kam më problem. Se rrezikun e kam prej Zotit. U gëzu edhe u e hatu në vend. Ishte e bindur 100% që ato akojnë rrezikun e vet. Dhe u largu Ibrahimi alayhis salam. Por tash Haxhit, shumë interesant se nashta njeriu i kalon ato vende, por nuk e sheh veten brenda aty, i duket si kot pse i bën ato veprime. Tash Haxheria prej kodrës Safa në kodrën Merva, jo një 600 metër, për 7 herë do të bëhen aja rrugë. Lëvizën me shpejtësi, por ishte një vend një 200 metër që Haxheria ka vrapu. Therë, vërtet, a ka njeri me mujt minimu një pikuj, nuk ishte pa shpresë, aja ditë se rrezikun është prej Zotit. Por çështja për ne, çfarë mësimit? Sikur po na thot Allahu Azza wa Jall, o besimtar, ju duhet të jeni të bindur se rrezikun e keni çdo njani. Dhe si ka thënë pejgamberi Islam, askush nuk vdes pa humbur rrezikun e vet. Por jam e fjet. Domthonë duhet lëvizje dhe gjatë rrugës vjen rreziku, se Zoti ta ka caktuar. Rreziku do të vinë gjithçysh. Ajo lëvizte dhe thirrte, o Zot, në anë tjetër thirrte njerëz, a ka dikush që gjendet të pranë? Në ato momente, mas 7 lëvizjeve që ka bë, Ismaili i bjen me themër të kamës tokës dhe aty del ujë. Ky është mësimi i dytë. E para, domthonë njeriu nuk duhet me kënd pasiv. Besimi i thellë në Allahun Azza wa Jall, se rreziku është i pashmangshëm. Në dy, nuk me kënd domthonë pasiv, po duhet me kërkuar rrezikun dhe rreziku të vjen, por është shumë interesante është pjesa e tretë. Kur e pa ujin, tha që rreziku prijon se Allahu Azza wa Jall, por vetëm me ujë nuk jetohet. Uji pihet, por duhet edhe me hangër. Filluan marrë njerëz me kaloti pana, ke thotë uji është i jemi. Nëse doni ujë, mnepni ushqim. Bonte kompenzim, bonte pazar. Sikur po thot Allahu Azza wa Jall nëpërmjet këtyre shemujve, unë juve po harxoj rrezikun disa herë në ditës. Por a dini ju me ka rrezikun ashtu si duhet? A dini me menaxhu si e ka menaxhu Haxheria? Dhe na nëse i kapim këto segmente të tyne ibadeteve, ashtu si Allahu Azza wa Jall na i përshkruan dhe na nep mësim se të nuk ishin veprime vetëm të asaj kohe. Ka 1450 vjet domethënë që Muhamedit alayhis salam që bëhet haxhi. Nëse marrim Ibrahimin alayhis salam, janë 3000 sa vjet, 4000 vjet, 5000 vjet. Veprimet janë në mënyrë primitive, nëse aja ka ecë edhe na ecim. Na nuk shkojmë me motorë, na nuk shkojmë me metro. Vetëm ata që nuk kanë mundësi përdorin mjete të tjera. Na shkojmë kam. Pra, lëvizja është në mënyrë primitive si atëherë, që ti me anëi, me ecë aty në gjurmëve, por edhe me reflektu. Se nëse nuk reflekton, s'ke fitu, pak ke fitu. Se është një hadith tjetër që do e lidhi me këtë. Ka të bëj shumë me ne edhe me Bajram. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një namaz në Qabe ka vlerën e 100.000 namazeve jashtë Qabes.
Këto nuk janë numra. Të njeriu duhet me marrë llogaritin, me bë llogarin, kalkulatorin, sa janë 100.000 namaze, nëse na obligon Allahu Azza wa Jall për të peskove ditë sa kena obligim. Dhe nëse e pjesë tomi i bën 54 vjetë 8 muaj. Dhe nëse marrim pjesën e bulugut, 15 vjeçin që nuk e kena obligim, i bën diku rreth 70 vjet. Çfarë po thot Allahu Azza wa Jall? Nëse je në atë vend, një namaz nëse ki fal, s'ke nevojë atje me zonë vendin e tënd dhe mandaj krejt kohën du më fal vetëm qave, me keni sinqert në Zotin. Një namaz, vetëm një namaz ka vlerën e krejt i jetës, jo të fali një ditë dhe mos fali krejt jetën. Po thot Allahu Azza wa Jall, nëse je i sinqerti, sikur po na thot Zoti, unë juve u kam obligu 5 kohë namazin në ditë, por nëse nuk jeni sinqert me Zotin, nuk shkohet me falë sabahin, e me shtirë kufinin mas sabahit ati tjetërit. Por namazi i raporton Allahu Azza wa Jall 5 herë ditë për veprimet tuaja. Si ai punëtori të ai padroni vet që punon edhe do të napin llogari për çdo gjë, ai i cili kryen obligimet i ne për raport Allahu Azza wa Jall. Nëse Zotin e beson që sam vë besar, domthon më sheh gjithkohë edhe më nën gjithkohë, atëherë ai ne për raport Zotit, o Zot, nuk kena të pa gabimt. Ne jena njerëz dhe gabojmë, por në momentin që e bëm gabimin në namaz, duhet t'i raportojmë Allahut Azza wa Jall. Edhe pse ai e din, o Zot, unë e bona këtë gabim. A më falën ti mu. E ja, shkon e fal namazin, a thu se ka kënë darse, a si kujtohet as një fije se i ka hin dikujt hak. Por unë e falë atë namazin, cil namaz? Mashtrova Allahun Azza wa Jall. Na treguat shumë mësime jetësore që këto janë të vlefshme për të gjithë neve si njerëz, që duhemi patjetër t'i praktikojmë. Cili do të ishte ai mesazh për këtë ditë feste, Kurban Bajramit, për të gjithë ato që na ndjekin nga ekrani i televizionit të UTA? Do jepsha 2 këshilla. Po, patjetër. Pa, që është rreth saj. 1, domthon, të shashtja kurbanit, kurbani është tekzosh edhe tjetrin. Domthon, në një kur e pret kurbanin, ta presh me butësi, me etik morale, jo me egersi. Atë ka falë Zoti domthon për të prej, por edhe aty duhet me tregu bujari. Se neve na mëson pejgamberi Islam, kur ta prit një kurbanin, domthon gjithku duhet me thonë Bismillahirrahmanirrahim. Aty duhet me thonë vetëm Bismillahi Allahu Akbar. Sepse fjalët Rahman dhe Rahim që kanë bojnë me mshiren, nuk mundi me pas edhe thikën dorë edhe mshira. Por mshira është me mujt me rahatu, domthon kurbanin, e mos me marr me lut rolin e të fortit. Unë jam i fortit dhe ky është ai që s'mundet me lut dhe mund ta pres. Ja, Allah ty duhet mshirë, me tregu butësi dhe me fjalë Bismillahi Allahu Akbar, duke kanë me abdes, me rathike dhe me prej dhe me lut Zotit që me na pranu, sepse të Allahu Azza wa Jall nuk shkan as gjaku as mishi. Dhe me pjesën e ti mishit, me mujt me gëzu dike tjetër përveç familjezve. Po, edhe të afërmeve, se një pjesë mund të jepet edhe të afërmeve, përsa një pjesë u jepet edhe atyre të cilit i ke meq ose dashamir, qoftë ajo tjetër dhe një i konfesionit tjetër, i besimit tjetër, nëse ke dike që është përshi ose pa tjetër edhe ti tregosh edhe atij se un kam festat. Domthon kjo është pjesa e parë. Pjesa e dytë që është shumë esenciale, shumë domethënëse. Nuk mund të kesh bajram dhe mos të falsh atë tjetrin. Kjo është shumë esenciale. Ky do të thonë ka bajrami. Po. Rahmetin. O Zot më fal mua se e don faljen. Po nëse don Zoti faljen, si mas më dashën faljen. Por që ti kërkoj Zotit që të fal mua, atëherë duhet unë të fali dike që Allahu Azza wa Jall të më falin mua. Domthonë nëse na kena mrit këta 2 gjëra mi bë, ky është mesazh i përsosur besoj për gjithësinë e besimtarëve. Shumë e vërtetë. E kalon provën. Unë ju falenderoj që ishit pjesë e emisionit të Kurban Bajramit, ku ndat me neve dhe me shikuesit këto çaste feste që kemi të gjithë. Faleminderit edhe një herë dhe shpresojmë që përsëri të takohemi së bashku, gëzuar edhe një herë. Shikues të dashur, shpresoj që po kënaqeni së bashku me ne dhe që çdo moment i ynit ju ke cjellur në fytyrat tuaj një buzëqeshje, një mendim apo çfarë do lloj ideje të re të mirë. Vazhdoni të qëndroni me ne sepse ne jemi këtu për ju dhe së bashku me ju. Mos ndroni kanal.